ne themi vazhdimisht, përsëri dhe përsëri me paqe le t'i lutemi Zotit. Pse i përsërisim vazhdimisht? I përsërisim sepse mund t'i harrojmë. Dhe kisha në urtësinë e saj na ka mësuar që shumë gjëra duhet i përsërisim. Sot ne bëjmë një doksologji të flamurit. Përse kisha ka vendosur shërbesa të tilla? Për dy arsye shumë të rëndësishme. E para, për të falendëruar në Perëndin. Dhe përsërisim vazhdimisht që kemi shumë arsye për ta falendëruar. Na ka dhënë një vend bukur, që ka gjithçka. Dhe ne jemi në këtë pjesë të globit si kujdestar kësaj pasurie. I Zotit është dheu e gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thot pronari i gjithdheut është Zoti, ne jemi kujdestarët. Dhe përgjegjësia jonë është që të jemi kujdestar të mirë. Mundohemi ta lulëzojmë e ta bekojmë këtë vend. Nëse do i bëjmë një vend të mirë, ku njerëzit mund të jetojnë në paqe dhe në harmoni, padyshim që nuk do largohen shumë njerëz. Gjithmonë ka një arsye që disa njerëz mund të largohen, po një largim masiv nuk do ndodhi nëse ne do jemi kujdestar të mirë këtij vendi që na ka besuar Perëndia. Dhe falenderojmë Perëndin për gjithçka që ka na dhënë, po kemi dhe përgjegjësinë për këtë gjë. Dhe përgjegjësia është e të gjithëve. Gjithsekush në vendin ku punon mundohet që ta bekojë e ta lulëzojë këtë vend. Dhe siç them vazhdimisht, që adhetari vërtet është ai njeri që lulëzon vendin e tij, jo ai njeri që shan tjerët. Mjafton që ne të bëjmë detyrën për të lulëzuar vendin tonë dhe kemi bërë detyrën para kishës, para kombit edhe para Perëndis. Në këtë ditë do donja t'ju uroj të gjithëve ju, gëzuar dhe për shumë vjet këtë ditë bekuar. Perëndia ta bekoj vendin tonë, popullin tonë e të përhapi paqe, jo vetëm vendin tonë, por në gjithë botën. Me uratat e ëtërve tanë të shenjtë, o Zoti Jezu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar të gjithëve dhe për shumë vjet.